Mirëmbrëma, Nxirë me Syçin. Sonte do të diskutojmë për çështjen e pronave që prej vitit 91 me ligjin 7501 dhe me falsifikimet, me abuzimet që është bërë nga pushtetarët e radhës që prej vitit 91 me pronën private dhe pronën publike ka krijuar një katraur dhe është një litar i lënë jashtë që nuk do të gjej kurrë qetësi Shqipëria. Kohët e fundit kemi pas në përgjithë mediat protestat e banorëve të Rjollit për një ndërtim që do të bëhet atje, për një rezor që do të bëhet atje nga ndërtuesi Bashkim Ulaj dhe pretendimin e atij që i ka shit pronën Bashkim Ulajt dhe pretendimin e qytetarëve që prona është e tyre. Tash ne nuk dim shumë gjëra, si është marrë kjo pronë nga personi i cili ja ka dhënë të drejtën Bashkim Ulajt për zhvilluar këtë zonë, dhe si është ajo që ka pretendojnë qytetarët e kësaj zone. Çështja ka shkuar në gjykata, por tashmë gjykatat tona dihen si janë, zbashku me spakun që pretendon se po vendos drejtësi. Jemi në një katraur juridike dhe ligjore. Për këtë sonte do të bisedojmë me kryetarin e avokatëve antikorrupsion shqiptar Due Pjetra, i cili mbron anën e qytetarëve të kësaj zone. Zotin Due Pjetra, mirë se ka ardhur. Mirë se vjen. Tani unë kuptoj që ju jeni avokat dhe do të mbroni palën tuaj. Dhe ne në fakt do të kemi edhe palën tjetër për të kuptuar si është e vërteta. Apo jo, se për të kuptuar të vërtetën do të dy palët. Por sonte ju kemi jo. Çfarë po ndodh këtu në këtë zonë? Atëherë si ka ndodhur gjithmonë, pra, dhe po t'i referohemi ligji 7501, ai ngatroi gjithë pronat dhe atë e dim, atë e thash në fillim. Dhe nuk është bëu jo pa qëllim është bëu ai ligj. Për sa i përket rastit konkret, aty në ato zona ka qenë gjithmonë ngjitur me ranën e hedhur, është edhe plazhi ose po themi zona moçalishte, që i hyn gjithmonë deti dhe e mban gjithmonë me ujë. Me ujë, po edhe ashtu është dhe sot. Megjithatë, edhe pse është me ujë, ligji 7501 asaj zone i ka dhënë metra katrore për frym sipas atij ligjit në tokën e vet. Çka do thotë që prit një minutë. Nëse është toka vet, ato nuk kanë drejt ta marrin me ligjin 7501. Ligji 7501, ju jeni avokat, jurist, për mua është ligji më kriminal që i ka në Shqipërisë. Sepse ju po thoni që ato toka ja kanë dhënë ligji 7501. Nuk ka drejt, pikërisht aty fillon katraura e gjithë kësaj që ka punon Shqipëri me ligjin 7501 që fatkeqësisht e kanë aprovuar dy partitë. Pra, a është apo s'është pronë e tyre me kadastër? Kjo është çështja. Po me ligj 7501 këtu janë grabit me prona private, prona publike dhe është padrejtësia më e madhe që është bën këtë vend dhe do të ketë rrjedhje gjaku për kohë gjatë. Atëherë, të sëroj pak ligjin, çfarë kuptimi kishte ligji 7501 dhe ligji i Agjencisë Trajtimit Pronave sot, Agjencia e Kthimit Kombesimit Pronave. Çdo qytetar i cili pretendonte për pronat e vjetra të tyre, kishte për detyrë që të kishte disa dokumenta të cilët do t'i pasqyronte në Agjencinë e Trajtimit Pronave. Agjencia e Trajtimit Pronave i thotë që përveç kësaj një kusht sa metër katrore ke marrë me ligjin 7501. S'ka rëndësi se ku. Jo, do të sqaroj këtë një minutë. Ndue. Në qoftë se ky kuadrat është pronë e imja, unë s'kam nevojë për ligjin 7501. Kam nevojë për drejtën e kthimit pronës time. Po. Tash se unë jam vetë njëri pronar dhe jam në këto
në këto kushte. Tani, Pra, ligji 7501 ishte ligj përfitus dhe masakra e madhe që ka ndodhur në këtë vend, njerëzit që u turrën, si fiset hune, si barbar, i them me plot gojën barbar, të gjithë ata, të cilët kanë ardhur nga do, nga jugu, nga veriu, nga lindja, nga perëndimi, kanë ardhur dhe kanë zaptu toka publike, toka private, ata duhet trajtohen si kriminal. Dhe çka ka ndodhur këtë vend, politika për interesat e veta, për votë, i ka dhënë me ligjin 7501. Pra ne po të themi ligji 7501 është kriminal. I ka dhënë me ligjin 7501. Pra, në qoftë se ti ke përfituar, dikush ka përfituar nga ligji 7501, ka fituar nga një ligj kriminal si zaptuesi tokave. Dhe vim ke ajo që thatë ju, ligji legalizimeve, pastaj i njofti këto që nuk ishin pronar, se e kam kuriozitet. Nuk ishin pronar real, ndërtuan dhe përfitojnë me ndërtimin e paligjshëm sot, dhe quhen pronar dhe pronar quhen ish pronar dhe sillen me letra gjyqjeve. Pra ne 7501, si nëse e kanë marrë me 7501, ajo nuk është pronë e tyre. Tani unë po të shpjegoj se si funksionojnë të dy ligjet, Jo, njëri me tjetrin. Unë nuk jam jurist. Po. Tani unë po them që Agjencia e Trajtimit të Pronave trajtonte pronat të cilat janë sekuestruar nga regjimi i asaj kohe në vitin 45. Po. Çka do thotë që Tu jemi në rregull. ka një regjistër dhe thotë tek ky personi kam sekuestruar pronat X, kaq metra, kaq XY. Përveç kësaj Agjencia e Trajtimit Pronave kërkonte edhe një dokument tjetër më parë kush ka qenë pronar. Pavarësisht se unë ta sekuestrova në 45 në 6 me radhë. Normal. Por kush ka qenë pronar para tejet. Një gjë që normalisht edhe mund ta merrte. Kush ka qenë pronar para shtetit, se s'kishte pronë private. Pronar shtetit. Tani ç'a ndodh? Në këtë rast ligji 7501 për ato që ishin ndërmarrje bujqësore, kooperativa bujqësore, i trajton me ligj. Dhe ligji thot, në shumë fshatra zona për mes më ngatru njerëzit, ligji, Komisioni i Ndarjes Pronave thot, ty tokojnë 3000 metër për frym, dhe pra 3000 metër nga certifikata e familjes të vitit 1, korrik të vitit 1991, kush ka qenë gjallë. Në këtë certifikat thoshte komisioni përmes me kriju probleme me palë, i thot se cili ta marrin në pronën e të parëve të tij. Por në momentin që do i kthehej, do i nihej prona dhe do i kthehej nga Agjencia e Kompensimit të Pronave asaj kohe, ose sot Agjencia e Trajtimit të Pronave, do i zbritej sipërfaqja për cilën e ka marrë. Ka pas raste që kanë marrë kthimin e pronave në agjenci dhe nuk kanë marrë as i lek dhe kanë borxh, sepse dikush merrte më shumë me këto mashtrime që banin politikanët. Edhe herë ndu, për ta sqaruar. Ju thoni, kjo pronë është e imja. Po, ka 100 hektar. Kuadratu, ka 100 hektar. Po, bravo. Në qoftë se është pronë me kadastër, e ish babës tem, e ish gjyshit tem, duhet i drejtoshe? Nuk ka me ardhjen e regjimit, vazhdimit të regjimit, se për në është bërë një 4 orë, se nuk kemi ndërru regjimne, edhe sot e kësaj dite. Kjo pronë duhet i kthehet zotit. Po t'i kthehet, po duhet bëjnë aplikime dhe aplikimin, shumë bukur. Ky ligj ishte i gabuar. Në qoftë se nuk ishte problem fare, kadastrat, ai Enver Hoxha kriminal ishte, po kadastrat i rujti. Edhe i dogji Sali Berisha në 97. Po, Sali Berisha i dogji postafat me këtë motiv që të vinë gjithë ata zonave të malore në mes Tiranës. Shumë bukur. Dhe t'i marrin ma ne rregulloj ligjin e legalizimeve. Pra, pavarësisht se t'ja ke marrë tokën, ja ke zaptu tokën, me nofta ke kriju dhe 100.000 probleme, por në momentin që bani legalizimin, thoshte, një person i cili ka ndërtu një shtëpi në mes të Tiranës ose kudo në tokën e tjetrit, do të marrin 3 fishin e sipërfaqes të ndërtimit dhe jo më shumë se 300 metër. Pa lek. Ndërsa deri në 500 metër duhet ta bleshë sipërfaqen e pronës. Kështu e thoshte ligji. Tani këta persona, se lidhna konkret atje në atë zonë atje, nuk kishte interes sepse ishte moçal. Ndonë si ja u kishte dhënë shteti me 7.500 ishin, ata s'kishin asnjë interes se nuk prodhote gjaj. Falë që po një lkom. Tashi përse duhet mjapi shteti mu
me ligjin 7501, 7501. Një pronë e cilën ka dasër është e imja. Po s'ka si ta jepte ku donaj. 7501, oren në qo se kjo pronë është e imja dhe nuk është e zonën. Po. Son kam problem pronës. Po. Është e zonën, s'kam që po ndërtoj komunizmi. Qo se kjo është e imja dhe nuk është e zonën, është fare e thjesht i kthehet pronarit. Po mos e merr aty, merr dikon tjetër. Se mos ta morë aty, kur është bosh. Po dakord pra, po ka dy mekanizme dhe dy forma për ta frituar pronën. Një me 7501 dhe një me Agjencinë e Trajtimit Pronave, që pronat do ta vërtetosh që ka qenë parë vetuj. Iko. Ore një gjo, pse duhet ta marr aty, nëse aty ka interes publik e kuptoj ka gjo, po kjo pronë ka nejt për 35 vjet bosh aty. Atëherë na ligji thoshte, sepse fillun të nga tresat me ligjin 7501, se gjithë sipërfaqja tokës në Shqipëni nuk ishte e shtetit, pavarësisht. Ja. Dhe kishte secili Jo, problem. kishte dhe shteti, kishte dhe publike. Kishte, vetëm ato që u bën, që u kneta, këto që u thanë. Jo kneta, jo, Bregdeti ka qenë, po t'japun një rast, pishat e golemit ka qenë pronë shtetërore që kod zogut. Dhe ne masakru me bomë ashtu si e bomë. Tani, për sa i përket ligjit, ligji ishte shumë i pastër për sa i përket mënyrës që ti mes me ngatru fshatarët ose qytetarët. Ti je dakord me ligjin 7501? Po nuk jam dakord, por ama jam dakord për veprimet pas ligjit. Pra u miratu ligji, pas miratimit ligjit, në mënyrë që unë që kam tokë timen të parëve të mi, edhe me marrë të toka e jote, unë nuk ishte kuptim. Dhe ligji tha që komisionet vendore të ndarjes së tokave ti japin të drejten atyre që ta dajnë fshatqe. Shumë zona janë da fshatqe. Fshatqe u da me ligjin 7501? Po pra, fshatqe, kjo fshatqe. Po prapo nuk ka sens se jeni jurist. Nëse ligji, nëse toka është e ime, pse do ta ndaju me tjerë? Po s'është më joti akoma, do ta përfitosh, do ta fitosh. Do ta fitosh me Agjencinë e Trajtimit Pronave. Jo më vëlla, jo, një gjë. Pra këtu është dollaverja. Nëse kjo tokë është e imja, përse duhet pranojnë ta ndaj fshatçe? Këtu është hidhja. Përse? Çajotja pra, ti tokën që ti jep 7.000. Jo, po pse duhet ta ndaj me ty? Apo ta jep jo me mua. Shteti, prandaj thot, mes me nda me komshit, mes me nda me të tjerë, ti aq metra sa tokojnë për frym, do ta marrësh në tokën tënde. Pjesën tjetër merre me Agjencinë e Trajtimit Pronave. Dakor. Dhe çanol këtu, në këtë moment ti ke për shembull me marr, po themi 10.000 metra, po jo se ke për të marrë ti 150.000 metra ose 200.000 metra. Në kuptimin e fjalës që atë pjesë kur Agjencia e Trajtimit Pronave ban te llogorin, ti zbriste këto metra se ti ka dhënë shteti. Dhe shteti nuk mund t'japin ty edhe me 7501 edhe pronë të Agjencisë Trajtimit Pronave. Ta trajtojnë dy herë, nuk mundet. Dhe rasti konkret i këtyre, gjithë ajo zonë aty ndonë se kishte dallavere, po ishin ata kryetarët e komunave, ata që kanë da pronat, ja japin në një sipërfaqe të cilën ishte shumë e dyshim nëse ishte tokë bujësore apo jo, se dahi vetëm toka bujësore me ligjin 7501. Dhe këtu në u jep një rreth nga 3.000 metra për frym, nuk ishte se kishte në i vlerë, sa e kishte 400.000 metra dhe i thote merr po themi 10.000 metra, nuk prishte gjë kjo. Përveç tyre këta fshatarët kanë edhe dokumentacionin që në vitin 1927 që ja kanë ble një të parit Lukni, që ashtë. Dhe përveç aty në pra ka letrat e vjetra dhe letrat e reja. Tani, personi në fjalë ashtë mundu me falsifiku letrat. Pra, kush është personi në fjalë? Fatmir Shpenza. Fatmir Shpenza nga zona? Por Fatmiri nuk është nga zona, është në mund tjetë një 100 km larg në malet e Koplikut. Dhe s'kishte asi lidhje me këtë punë. Ka lidhje me këtë zonë. Por ishte drejtori i hipotekës të Malësisë Madhe. Ishte pjesë e Ilir Mec dhe këta në atë kohë në Shkodër banin çfarë donin vetë. Qartë. Ka dyshime të tjera që janë ekspertat dhe javën tjetër besoj që ekspertat do ta zbardhin të vërtetën. Ky ka marrë një dokument 10 ditë pa u prije, 10 ditë pa u djeg Shqipëria, pretendonte ai, se e menonte pa u djeg hipoteka Shkodrës e me radhë e 97-s, dhe ky është mundu me bë këtë dokument, po këtë e ka bën 2017, nuk është se e ka bën atëherë. Dhe çka ka ndodhur, i ka vënë vulën këtij dokumenti. Ajo vul, pra ka dalë në 2001-shin
se 97-ën të gjitha vullat e hipotekave, zyra, ristrimi, pasurive me rasht, kanë vullën e kohës vetë, por kanë edhe pullën. Pulla e 97 i takon 2002-shit. Pra, dhe ne morëm dokumentacion. Kjo është falsifikim. Falsifikim, pra, kjo është i dukshëm. Nuk ka nevojë. Kjo se ka bërë këtë do të shkojmë në burg. Po e kemi, po se çfarë kush në burg, sa është një 5 herë është dënuar për falsifikime në Shkodër. Po nuk pa rëndësi ka kjo. Tani ky nuk ka se i ka bën vetë. Fare. Personat që janë interesu janë pra kompanit të cilat kanë përdorur të fortit e Shkodrës, që nuk jetojnë më, për të bërë këto veprime. Dhe si përfunim ka marrë, pra janë nda nga sipërfaqja e tokës 1,5 milion metra katrore, janë shkëput një pronë 35.000 metra dhe një pronë 20.000 metra këto. Dhe ne i themi spakut, hetoj e më zëti, kush e ka marrë këtë? Këta i kanë marrë gjystar që i kanë dhënë pronat, që i kanë dhënë vendimin e gjykatës, në emër të tjetër kuj. Dhe ne i thomë, hetoj e këtë person, si u ba pronar këto? E ka ble, kuja ka ble? Si e bani kontratën me kompanin për të marrë përqinje, kanë marrë shtëpiat e liçenje me radhë, ta njerëz. Dhe tani thot ai bashkimu ula i thret ata dhe i thot, o zotëri thot, hajdeni këtu, cili ta fitojnë, thot, i jap përqinjen sipas ligjit. Por ti më zotëri ke e bën përqinjen me atë falsifikatorën me 10%. Po unë s'ta jap tokën ty me 10%, sa është djersa e të parëve të mi. Dhe nuk jemi dakord, pra ne kërkojmë pezullimin e punimeve. Ky tash Fatmir Shpenza, ky nuk është vendali. Po jo mos ka lidhje fare. Qytetarët që pretendojnë që kanë tokën janë gjithë vendali. Ja, gjithë i ka çu tërmeti i shtallënans kur në Shkodër. E i kanë nxjerrë në Velipoj, dikush ka shku në Lezhë, dikush në Velipoj. Prit. Këta që janë këtë zonë, i kanë nxjerrë tërmeti i shtallënans. Kanë me veç 2 shtëpi aty që janë kthy pa. Domethënë ata kanë qenë aty dhe tërmeti që ra i ka prish shtëpiat. Aty prish. Edhe kanë kaluar më thënë. Edhe kanë kaluar dikush në Velipoj ku janë gjithë ato shtëpiat e atyre, shtëpiat e tërmetit dhe në Lezhë disa që kanë gjetë strehim dikon. Dakor. Pastaj çka ka ndodhur? Ne i themi që dokumenti zyrtar që ti ke pretendimin për ta fituar këtë pronë, është një dokument që nuk i përket as këtij vendi. Dhe ekspertat tani presim, çfarë do që të mund bëjnë, por nuk besoj që mund të korruptohen më tepër. Prona në atë dokumenti që ka falsifikuar bie në Rënë Hellun. Rëna Hellun është e Lezhës, nuk është e Shkodrës. Po. E kupton dhe automatikisht ky do dal bllaf tek veprimet që ka bë. Se ky ja ka burën e Hellës Shkodrës. Po, Rëna Hellur Shkodër dhe nuk korrespondon. Tani bëhet fjalë edhe për disa varre që janë aty, Varreza. Dhe ai pretendon dhe mahet fort tek Varrezat, por do të bëhet aty nyja dhe nuk ka asnjë lidhje me Varrezat. Komiteti Musliman i Shqipërisë nuk ka të regjistruar varre për atë kohën e X-it Y-it. Ja, me sa diun ka qenë zonë katolike historikisht. Po, pikërisht pra, në një zonë katolike pas një Varrezë muslimane. Po e pranojmë, jemi dakord që po e pranojmë edhe këtë, që është një muslimane. Por aja është, kur janë prish të Varrezat, ky ka marrë, ka vendos një pllak, para se të shkojnë në gjyq në 2018, ka shku në Bashkallëk Shkodrës te një vend varresh që bajnë këtu, dhe ka shkru Zenel pushosh në paq. Tani se Zeneli musliman pushon në paq, është e pamundur. Ja. Sa është krejtësisht edhe ky fragment është falsifikim. Nuk ka lidhje fare. Katolik. Po bra, dhe nuk kanë ditë as me falsifiku. Por mund thonë qofshi Allahut. Allahut ose janë shumë gjëra që s'kan, por edhe shkrimet e aty në viteve që ky pretendon, nuk kanë lidhje. Janë shkrime arabe, turke, e kupton pra kohën në të cilën është përcaktuar varri dhe shkronjat, ato janë ushtare, janë kështu se ka të specifikuar dhe ne gjetëm edhe fotografitë e varreve shumë vite më parë. Ata diskutojnë që në vitin 1805 janë disa oficera ushtarak që kanë gjetë strehim aty, por dhe nuk kanë lidhje me këtë Fatmir Shpenzën as me të partë e tij. Në një emision i thamon, zotëri, ti ke marrë pronën 1.500.000 metra. A kishte mundësimi a dhonë vllajt 1 metër? Asnjë. Dhe aty pa pikë turbi qohet e thot që unë thot nuk i kam vllazën ata, i kam prej nanet.
Lidhje ka me nanet e babet, nëse ti ke marrë pronat e të parëve tuaj, pra automatikisht duhet t'u japsh prona. Dhe janë më të indinuar vllaznit e tij dhe motrat e tij se sa qytetarë që shohin në ekrane ngjarjen e saj. Tash ku qëndron? Në këtë moment, ku jemi? Me njëherë sapo kemi marrë letra. Punimet janë pezullu? Ja. Punimet vazhdojnë. Nuk ja pezullu kush punimet, sepse nuk është Fatmiri është personi i cili nuk ka asnjë lidhje me atë pronë. S'ka rëndësi. Ju, domethënë, ato çka ti përfaqëso, pretendojnë që është pronë e tyre. Fatmiri ka shit Bashkim Ulaj. Çështja është në gjyq. Normalisht a duhet pezullohet? Ligjërisht po. Përderisa ka një konflikt prone, duhet pezullohet. Duhet pezullohet, por ka edhe një gjë, që ai është me certifikat pronësie. Ka kalu nga certifikata e pronësisë ti te certifikata të cilën është marrë një leje edhe ajo kundërligjshme. Sepse për të marrë një leje për të bërë një zhvillim, ju thoni që është me certifikat pronësie. Është. Përderisa pretendimi është që është e falsifikuar. Dakor. Dhe klientët tuaj që përfaqësoni ju pretendojnë që është pronë e tyre dhe duhet kenë dokumenta. I kanë vërtetojnë. Po i kanë dhe jemi në gjyq. Pronësinë e tyre. Çështja është në gjyq. Po. Me sa di unë, ju jeni kompetent. Me sa di unë, në rastet e tilla pezullohet ndërtimi. Jo, ka një problem aty ligjor dhe thot që në qoftë se unë do ta pezulloj, ti do lash garant 200.000, 500.000 euro për damin që do i shkaktosh firmës. Dhe ti në qoftë se fiton, shko e merri. Dhe me drejt gjykata këtu është përcaktuar pikpyetja. Dhe gjykata thot në vendimin e saj kur refuzon pezullimin e veprimeve, thot që në fund të fundit thot, nëse ana e juaj e fiton gjyqin, që çështja ka i gjyqtar prep themelin, thot, ai do ta kthejnë gjëjën e mëparshme. A mund të kthejnë gjëjën e mëparshme? Ai është një tallje me tallje. Tani jemi në këtë pikë që jo se nuk e din gjithë ata se çfarë ka ndodhur, se nuk ke sot asnjë shqiptar që ka 1,5 milion metra në një vend të përcaktuar me hartë me kështu. Dhe çka ka ndodhur? Vetëm ky 1,5 milion metra është largu nga sistemi i qeverisë tonë si zonë e mbrojtur. Ja kanë heqë këtë, nuk është e mbrojtur, vetëm kjo pjesë. Të gjitha tjerat janë mbrojtura. Vetëm pjesa e bashkimit është e pamëndshme. Normalisht ai duhet të jetë zonë e mbrojtur. Po normalisht është, se ka kantonie në zonë e mbrojtur. Nuk e lejohet. Nuk e lejohet as i ligj. Tash përse qeveria ka dhënë leje ndërtimi aty? Po këtu pra është pikë pyetja. Në një zonë të mbrojtur. Dhe unë kam pa atë zonë, dhe unë tash i vonë kam qenë anë, kam kalu nga rruga re që vjen nga Shëngjini. Kishte filluar masakra already. Aty nga ata shkëmit ku ishte një Dukagjini. Po, Dukagjini resort Dukagjini. Do ne shkatërruam jugun, tash po shkatërrojmë edhe Tirana edhe që është. Tani kjo zonë u bë e ndjeshme për faktin se u bë rruga. Po. Se mos u bë rruga, as to kishin men ata, as ata fshatarë e shkret, as kërkush që të bënin. Po shumë mirë që u bë rruga. Dakor, pa rrugën ky e bani. Po. Dhe si u bën rruga, siç u bën edhe këto rrugë tjera që ne na marrin 5.000 lekë me kalu 20 kilometër në rrugë. Edhe ky i merr prep. Dhe ky është, po ky është komod tash. Po megjithatë nuk duhet nuk duhet që bashkimi e ka bën rrugën me qëllim që të morë ndërtoj. Qëllimi se deri aty apo rruga. Ajo rruga e tjetër më nuk ka riparuar sa bëxha. Edhe rruga e Shninit po të hysh në Shnin deri te rruga që ka është bë, është kështu laçe që s'ka vlerë fare. Dhe për këtë tani jemi në këtë proces që kemi, proces gjyqësor në shkallën e parë Shkodrës, sepse kështu o thot ligji. Kemi pa ditë Fatmir Shpezën, Agjencinë e Trajtimit të Pronave, për këtë pronë, unë të vend dispozicion pronat e para vitit 27 e në vazhdim. Pra unë e kam pa ndërprerje nga 27 që ja kam ble personit, dokumenti i blerjes, e në vazhdim. Nuk ka rëndësi i kam ble i 100.000 metra ose 200.000 metra. Po përshtypjes ato janë kënetore. Por se kanë ble prona? Ja, është deri në mal, kullota. Janë kullota dhe këto prona janë dëme me mure më. A nuk bëhet
fjalë për pjesën Jo, ujore. jo, bëhet fjalë se cili Aha, ka rrypin kështu drejt. e di, që vjen Nga maja e malit, Po, e di. edhe e ka me gur. Po qartë. me mortrë. Fjalë për zonën ujore. Jo, ajo vjen deri aty. Domethënë do ndërtoj 9 rrugës që shkon shpat malit. Jo, ndërton të poshtë, por ama lart se ka marrë bashkimi. E ka lënë pa marrë atje. Ai Fatmiri. Në qoftë se i ndërton poshtë Po. ke zona ujore, Po. ke zona kënetore, Po. çka quhet ajo. Ke lagunat që janë aty. Po, A kanë qenë prona lagunat sepse do blete dikush janë moçalishte. Moçaliste, po. Po moçaliste pse pretendojnë këto? Kush? Qose ndërton ke moçaliste, ja? Po është e tyne mo. Kur kanë nxjerr dokumentin e Dgjoj, blerjes, Tash ti më thu që këto e kanë nga Livadhi e 9 maj. po, të ndar. Tash gjithë moçalistja është maton rrugës, fiset. Jo, poshtë deri tek deti. prona. Po. Vjen kështu e vije drejt, nga deti deri në majët malit. Po pse kanë blerë moçaliste se unë të them Po që kështu është, ka kënë si toka, ja, në të forma i vjen. Se kam harë në 35, i ndanë vetë. Cakton edhe shtëpia që janë, gjithë ato shtëpia, me sa di unë kod zogut, vijen bregëtarit i nuk mund e ja, është lanë distanca e vijës 200 metra. Nga 200 metrë që e lartë, 200 metrë larg detit, e lartë, deri në majët malit, janë të nda me fiset. Tani, po ti referohemi, pra, qof ligjit, qof gjithë shajet, në kuptimin e fjalës, ky s'ka si lidhje në atë zonë. Pavarësisht se a mundu me ba harta, letra, gjana, por nuk ka lidhje. Dhe këta fshatarët, po themi, që janë, kanë pas pjesën që shteti ja u ka qujt tokë bujësore, këtë moçalin që themi ne, por pjesën tjetër e ka deri në mal. Ky Fatmiri nuk e ka marrë deri në mal, ashtu si që kanë pas të gjatë. E ka marrë deri këtu te rruga. Dhe rrugën e ka vu kufi për pjesën e tokës vetë, pra. Ky është edhe një plan që hetohet, se si ka mundësi që ky projekt është përcaktuar fiks në kufit e pronës ti. Është shumë e çuditshme. Po çfarë mendon, si do zgjidhet kjo punë? Tani automatikisht sepse E ka dorë gjyqi. ishin 5 familje, Gjyqi i jep drejt Fatmirës, çfarë do bëni? Që do bëjnë ata, s'kan çfarë bëjnë që ose jep drejt Fatmiri, por nuk mund t'i japin sepse ne bëmë një gjyq Po ne e tani. dim gjyqin si është. Bëmë një gjyq tani. Ai ka mrapa ulen, ka mrapa njerëz të fortë. Dakord. S'ka, kanë edhe mekanizma tjera. Ku s'punon ligji, ku s'funksionon ligji, funksionojnë sa gjëra tjera më të rëndësishme Sa gjëra se tjera? ligji. Edhe kanuni. Kanuni. Tani, Do morin pushkët. sigurisht që po. Unë i kam bën thirrje, mos i merrnin çava ata njerëz. Se nuk ta jep kush tokën kot. Nuk mundet njeri në botë. Ti po të mori tokën, ka marrë shpirtin. Ai nuk i duhet gjë më. Jo, shpirtin ja kanë marrë shqiptarë për çështjen e pronës. Dakor, pra, po nuk e durojnë më, thamon. Dhe kjo është. Tani një nga këta familjarët, që është familja Malaj, e ka pas këtë rrypin nga mali deri në fush. Një këtë pjesë të poshtë ja ka marrë Fatmiri komplet, kanë vetë 20.000 metra. Gjykata ja njeh pronën kësaj familjet, që është komshi me ty, jo me Fatmirin. Dhe ja kthen këtë 20.000 metrë, 20.700 metrë, nësa pjesën tjetër thot nuk ta kthej se ja ka dhënë gjykata dikuj tjetër. Pra ne jemi me këtë vendim është zbarë gjithçka, që këta fshatarët janë Venali dhe Mbabadem. Dhe nuk janë asnjë komshi. Ore Venali mund të jesh, pa e ke pronën. Po pikërisht pas se pronët i kanë letra gjithë. Se Venali jam dhon Tiranë, po një pronë që kam ka nona biles. Po prapë. Është ajo, po nuk kam Tiranën Tani gjithë. ka një tjetër, gjykata e apelit kur i ka dhënë pronën Fatmir Shpezës, thot që me qenë se nuk kishte pretendent tjerë për këtë tokë. Çka do thot që e ka mbyll me këtë cikël, pra unë po të jap, po të doli kusht tjetër pas vetin qaf. Dhe në atë kohë, gjithë këta persona kanë pas vërtetimin e faktit juridik. Dhe e ka ditë shumë mirë avokatura e shtetit se për këtë pronë janë tjerë që kanë vendimet e gjykatave, që kanë vërtetu pra vërtetimin e faktit juridik, që unë jam komshi me ty, ai me atë, për këtë sipërfaqe. Dhe si për këtij vendimit, Fatmiri ka shku ka vendos hartën e vetë.
Pra është e dyta provë që bie poshtë. Tani Fatmiri nuk ka as edhe një provë kufish. Që me shku të paktën, me pas një vendim kufitarsh, nuk e ka. Dhe gjykata ja ka dhënë 3 gjyqtar, 2 ja kanë dhënë, i treti ka thënë jo unë se firmos. Dhe tash çështja është në gjykatën e shkallës parë, për sa i përket fiktimit pronësisë, por është edhe në gjykatën administrative për pavlefshmërinë e dhënies lejes së resortit për Fatmir Shpezën. Për Mulaj. Dhe si shikoni ju do shkojë çështja? Besoj që me 90 ditëve do të vinë aktet e ekspertimit që vërtetojnë pretendimin e fshatarëve. Që prona. Po në qoftë se, atëherë ka 2 gjona këtu. Në qoftë se banorët marrin të drejtën që është prona tyre, ajo çka ka zonë Fatmiri, se bashkimi është jashtëloje këtu, bashkimi i ka kallëzuar dokumentet e edhe. Bashkimi ligjërisht, pra, dhe normalisht shteti duhet i mbrojnë gjithë këta biznesmen e fuqishëm, por jo me pa drejtë. Unë kam 2 pyetje tash këtu. Dhe ashtu duhet jetë, siç është laguna Mlezhe, kujdion. 1, e para, në qoftë se gjykata do japi drejt banorëve, Fatmir Shpenza duhet përgjigjet para ligjit. S'përgjigjet fara, veçse hum investimin. Jo, po si s'përgjigjet, hum investimin, ke bë falsifikim? Po ti ke garant shtetin kur e blen një pronë. Dgjoj. Fatmir Shpenza themun. Fatmiri, po, hum pronën. Po. Hum pronën. Jo hum pronën, po duhet përgjigjet ligjërisht për falsifikim, falsifikimi është krim. Falsifikimin nëse gjykata do ta marrin ose prokuroria do ta marrin këtë si çështje në vazhdim. Nëse falsifikimi ka ndodhur niks para sa vitesh, shteti i ka pas të mend edhe për politikanët e vet, edhe për njerëzit e vet, të gjithë falsifikatorët i ka administruar. E di që është bë me prona këtu. E di që është bë me prona. Këtë punë banaj tangon. Edhe shteti. Tjetra është që ajo që kam intereson mu, kjo, se unë e kam pas zonë, tashi, në vonë kam qenë, ajo duhet të jetë zonë e mbrojtur nga... E ka heqë, vetëm pjesën këtë e ka heqë shteti. Shteti jonë... Sa jetë në laguna. Po, vetëm këtë e ka heqë. Dhe më thonë, aty do të bëhet ndërtimi. Ndërtimi për të ba dhe për të marrë lejnë ndërtimi, duhet që pa tjetër të bëhet digjesa publike. Digjesa publike për resortet bëhen këtë formë. Mbledhen fshatarët, po, gjithmonë pyetet zona. Pyetet dhe nëse këta janë dakord, bëhet. Këta çka kanë bë? As këtë se kanë bë. Ne marrim kontakt me bashkinë, se bashkia është iniciatore e cila do të drejtojnë digjesën publike, nuk kanë bën thot digjesë publike. Këta kanë bën edhe këtu një falsifikim letrash për digjesën publike, sikur këta fshatarët janë kanë dakord. Okej, fjala për ju e fundit. Çfarë do të thush, çfarë thirrje i bë drejtësisë shtetit në këtë rast? Në këtë rast, pas nesër do të jenë gjithë në SPAK për të kërkuar të drejtën. SPAK-u nuk ka pse ta kaloj çështjen në Shkodër për 3 kallëzime të bëra, kur i ka gjitha provat dhe sheh dhe konstaton se vonesa e prokurorisë Shkodrës është me qëllim të caktuar. Atëherë unë po të garantoj, po priten nga SPAK-u, në kalendat greke do e kesh këtë çështje gjithë. Po priten nga SPAK-u, vazhdo tash tjetër. Tani unë them që SPAK-u do të vendor pse do të rojnë jetën e njerëzve. Ata njerëz pra nuk e lëshojnë atë vend, sikur ti vrash gjithë, sikur ti marrësh gjithë, sikur ti shtypesh gjithë, sikur të bash çfarë dush. Pra, vetë mënyra e funksionimit do jetë shembulli i parë në Republikën e Shqipërisë që mund të mbrohet toka me gjak. Pyet për jetën e njerëzve do ti avokat, ti e di sa njerëz janë vrarë për çështje pronas. Disa gjëra kanë ndryshuar. As i gjos kanë. Ti e di sa njerëz janë vrarë në Shqipëri të 35 vjet për çështjen e pronave. Në kohën e Enverit, po të thamë gjë që procedura ishte shumë e fortë, shumë e saktë. Dhe ai nuk të dënonte pa i pas 3 dëshmitar, qoftë vllai, qoftë gruaja, qoftë motra, qoftë dikush. Por ama dëshmitar gjithë. Po. Por ama ta bëjnë edhe këtë rrem po dëshën. Edhe këtë akt ekspertimi, ta bëjnë rrem, veç ta myllin.
Ky popull pret aktet e ekspertimit. Pse po I lën ka një vit, kanë ardhur pra një vitit ta kanë hyrë. Ti e di sa dosi ka Spaku? Jo më jo dosit janë kohë se si duhet çdo dosi, as Elir Mec, as Erel Velis, as kërkush para rjollit, po të mund. Se nuk ka për vdekas Ilir Meta, as Erion Velia, as një nga ata politikanët e insenatorëve, por atje do bëhet navi. Domethënë, ju thoni që këto banorë E kanë domen... e kanë da menin me lonë jetën aty për pronën. Po, le shtypi me qatë dush, me gra, me fëmijë, me gjithë. Le të shofim. Do jesh prapë I ftu, kur dushi I mirëpritën. Le të shikojmë si do të shkojmë të çështja pronës, sepse ky është problemi më I madh që është kriju, unë ta thash dhe në fillim, Enver Hoxha I shtetëzoi, por nuk I grisi kadastrat. Nuk I dogji kadastrat. Kadastrat I dogji Sali Berisha në vitin 97. Ka dhe I gjanë që du ta Që nuk mund vërtetosh, mo ka bo një lëmsh pronësh që nuk ka zot që e zgjidh këtë nyje mo. Tash I ka dhe I gjanë që du t'i bëj thirrje edhe kujdo që mos t'i zanë bes të gjithë dokumentacioneve që merren sot dhe tash 20 vjetë në Turqi. Po kuj duhet t'i zëjmë? Kuj duhet t'i besojmë? Në Turqi duhet të verifikohen sepse I bëhen gjitha falso në Turqi dhe bëhet sikur ti je pranari që ishën kohën e turkut. Faleminderit. Respekte. Faleminderit juve.